Jemi në atë muaj ku porosit Musaj a.s. si transmeton Ibn Abbasit, ku Allahu Azza wa Jall la takim me Musajin me një Dhul-Hijjah që të takohet të komunikon me Musajin direkt në kodrën tori Sejna, dhe e porosit Musajin a.s. që të aqeron 30 dit. Mirë po Musaj a.s. mendon se era qeruesit nuk është e këndshme tek Allahu Azza wa Jall, dhe Musaj aqeron 29 dit Dhul-Qi'ade sipas Ibn Abbasit që transmeton. Si transmeton Abdullah ibn Zubejri dhe thot Katade, Imam Dahaki dhe disa dietar, se kja është muji ku aqeroj Musaj a.s. për të taku Allahun Azza wa Jall, dhe në ditën e 30 e qel aqerimin e ti, dhe Allahu Azza wa Jall i dërgon mesazh Musaj dhe i thot ja Musa përse qel aqerimin, tha ja Rab që mos të vene era keqe ku të komunikoj me ti. Atëre njoftoj Musaj dhe pejgamberi Allahut neve në njoftoj se era e gjeruesit tek Allahu Azza wa Jall është ma e këndshme se era e miskot, dhe porosit Musajin a.s. që të aqeron dhe 10 dit në vijim dhe aqeron derisa të komunikon me Allahun Azza wa Jall, dhe Allahu Azza wa Jall në ditën e Kurban Bajramit, si që ka thonë disa dietar, ja ka dhuruan Musajit a.s. Teuratin, dhe Allahu Azza wa Jall në ditën e Kurban Bajramit, Allahu Azza wa Jall i Musajin e ka çmuan ku ka komuniku direkt pa ndërmjetësime. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, thonte pejgamberi Allahu se dita më e madhe e vitit është dita e Kurban Bajramit.